Ju përshëndesim, mirë se erdhët, jemi drejt për së drejti në rezën tonë në Guzhin. Në Guzhin, sepse këtu nis puna, nga këtu fillon gjithë shka dhe ndaj jemi në këto ditët festive, ku sjellim receta dhe shijojmë. I shijojmë mirë këtu në studio, pastaj i gatuajmë në shtëpi. Dhe me sa duket edhe sot, një recetë të tillë kemi, po kemi një gjë që e bëm pak ndryshe, kam përshtypjen recetën e sotme. Pra, apo jo? Përshesh me... me... Ke kombinuar veshjen me tavën sot. Po, prit, kam kombinuar dhe të tjera, po, a bësh fat. Kemi një pul, normalisht, mua më pëlqen që t'i sjell gjithmonë gatimet për ato persona që nuk kanë. Dhe për shumicën e njerëzve që janë këtu dhe me gjithë respekti më të madh për moshën e tretë. E dim tashmë, gjithë kemi pasur nëna në pension, i kemi akoma, kush i ka me jetë gjatë, kush nuk i ka, tirojmë e t'i kujtojmë. Pra unë kam marrë vetëm një pul, një zogë, o gjeldeti, o puldeti, o një zogë, si të dëshironi ju. Thjesht e laj, mirë, pra, dhe e thaj. Vendos, të kem kripën, piper, dhe pak spec të kuq. Vaj. Pra do e marinojmë në këtë formë. Dhe një nuk për ta trazuar. Ja kështu pra është dhe cipa dhe bashkë me erzat, me yndyrën. Pra shpesh herë mua më pyesni vazhdimisht, sepse siç janë këto receta që nxjerrin në faqen e YouTube-it, normalisht edhe unë këto receta e nxjerr në faqen time. Pra, thjesht unë në faqen time nuk kam se t'ju jap sqarimet, sepse ju i keni në YouTube-in në emisionit Reze Dielli. Pra, çfarëdo që ju keni, drejtoni në Reze Dielli dhe keni çdo sqarim. Sepse shoh që kërkoni sqarime, por janë të gjitha të Reze Dielli. Pra, ideja është që kur receta postohet në rrjetet tona sociale, e po ashtu edhe në kanalin tonë në YouTube, ajo vjen me gjithë shpjegimin e përgatitjes së recetës. Pra, në mënyrë të detajuar, tregohet edhe shpjegimi, zbërthimi i recetës. Si veprohet në studio, ashtu zbardhet edhe për faqen tonë në YouTube, në kanalin tonë zyrtar. Normalisht ka dy mënyra. Të mbushjes, të përgatitjes. Ka mbushje, po kur bëjmë me doll ose përshesh, nuk mbushet. Unë po jap për zogzën, për shembull, për pulën, nuk mund ta vendos gjalpin poshtë lëkurës, sepse ka një sipërfaqe të vogël. Niki, më jep të lutem. E zgjidhur në përmasat e dhe furrën e parangrohur. Në 200, më thot dikush nga çunat tani në mëngjes. Nuk e harron Albana, thua gjithmonë furrën e parangrohur asnjëherë, ja nuk e harroj. Dhe ja duhet parangrohet se ndryshe spiqet mirë. E masazhojmë dhe luajmë mirë me përzierjen e erzave. Dhe marr pak ujë. Do t'i vendosim më pas të kapakun dhe do t'a lëmë të piqet në terezin e vetë. Për të marrë kohën e duhur. Po të dëshironi ju, shumë mund të vendosë edhe një gjethe dafine thjesht për aromë. I vë kapakun dhe direkte në furr. Ja të ke vendosim dhe e lëmë të piqet. Tani furrën e çoj tek arritim pak se 240 aftë me kapak. Gjithë ajo tavë si thuash. Dhe i largoj. Dhe trashësia e saj do patjetër një temperaturë më të lartë derisa të depërtojë temperatura brenda tek pula. Se si do të jetë më pas receta,
Do të bëjmë një përmbledhje tani të produkteve, se çfarë ju duhet për përgatitjen në kushtet e shtëpisë, një pul, ndryshe nga ditët e tjera siç e kemi përgatitur, sot do ta sjellim me përshesh. Pra, një pul, ju duhet krip, piper i zi, piper i kuq, pak hudhër, rigon, vaj ulliri. Do të përgatisim edhe përsheshin dhe kulaçin e tij do ta zëm tani me 4 gota e gjysmë miell, 2 gota ujë të vakët, pak sodë buke, 1 lugë gjelle pluhur pjekës, 1 lugë çaj sodpra dhe 1 lugë çaj krip. Ky është kulaçi. Për lëngun e përsheshit, na duhet 1 qep, 2 thelpinj hudhër, krip, rigon nenexhik, piper i zi, piper i kuq dhe ujë apo edhe lëng pule. Pra, receta është ndarë në 3 pjesë. Merrni përbërësit. E filluam që ditën e sotme që të kemi gati edhe për Krishtlindjen apo edhe për tryezën e ndrimit të viteve. 2 gota? Do zëm tani kulaçin, ë? Ujë. Më shumë se i vakët. Pak më shumë se i vakët. Me këtë gotë që ne nisim, normalisht me këtë gotë matim edhe mielin. Ama i kanë larë gocat. Shife, Dikur nëna ime më thoshte dëgjoj, i pastronte dhe në momentin që kërciste, do thoshte që ishte e pastër. Aty që ke arritur pak. Atëherë shtoj mielin. E miellit. Ujë vakët, shtojmë edhe mielin në raportet që treguam. Sepse unë ta punojmë. Se kam vushur fix tamam, gotën tjetër, 3. E lë këtu dhe shpesh herë unë them sa ujë ose sa miell të marr. Përse? Ju i keni masat, por nëse unë për shembull kam vendosur ujin pak më të nxehtë, normalisht do më marrin më shumë miell. Do të shtoj sodën, pra kulaçi, në kur themi kulaç, do vetëm sodën, kripën, ujin, mielin. Nëse ne flasim për kulaçin e dikushëm, sikur se themi për bukën e misrit, do ujin, kripën, mielin e misrit. Nëse ne duam që t'i japim një aromë pak më ndryshe, normalisht është pluhuri i pjekës, e kam thënë disa herë, ja të marrë pak sheqer, sepse kam haruar sheqerin, pakës fare sheqer. Sa për të kripa dhe sheqeri në brum, janë shumë të domosdoshëm. Nëse ju doni t'i jepni një aromë pak sa më ndryshe, normalisht përdorni dhe pluhurin pjekës. E kam thënë që pluhuri i pjekës luan të njëjtin rol si soda, por ka një aromë të veçantë. Trazohem mirë dhe do ta vendosim për të pjekur aty tek pula. Ne t'i bëjmë edhe lëngu, do ta bëjmë tamam për tryezën që do shijohet pak më herët. E bukur është që ne vitin e ri ose përsheshim pulën gjitha gatimet e tryezës, i shijojmë pak më herët, sepse i gatuajmë këtu në rrezë dielli. Ne jemi të përfshirë totalisht në atmosferën e festave. E mira është që të lihet pak. Të pushoj pak. Po. E bëj një herë me luk, tani dhe më pas. Po, të do patjetër që ta punosh mirë. Edhe me dorë, edhe pse kulaçi nuk e ka shumë të domosdoshme atë punimin si byreku për shembull. Nuk do për shembull, do të jetë më i butë se brumi për byrek. Po. Pra, edhe një punim me ngrohtësinë e dorës dhe lëm të pushojnë, ndërkohë që ndodh ky proces dhe si gjithmonë na vjen në ndihmë mielli për çdo përdorim, mielli super nga Ola.
për të realizuar recetat që me të ëmblat, ashtu edhe tek të kripra, tek byreku, tek tradita e me radhë. Ne do të shkëputemi vetëm për pak tani, është mesazhi promocional i këtij minuti, dhe rikthehemi për të vazhduar me pjesën tjetër të recetës. Prandaj masolla. Këtë të bukurën. Të këtu ta pjekim, të japim edhe çik lezetin enve, se çdo një koqyre nga një shenjë që fillojmë na bëni se helbete mund i thosha në një vet tjetër. Për shembull, për pastaj. Okej. Ja, do të na kapim befasia. Buni ky do të jetë për kulaçin. Vendosim direkt në një tavë kështu festive. Pra duhet të jetë kaq i butë. Super. Pra, bëm gati bukën për përsheshin pra kulaçin për përsheshin që do të shoqëroj për pas pulën, dhe sigurisht që lëngjet që do të lëshohen aty do të na shërbejnë më së miri për të bashkuar shijet, për të unifikuar shijet. Erëzat një anë, shija e pulës, aroma e saj, pakës vaj. Duhet, do të bëjmë përsëri atë kulaçin me lek pastaj në ditët në vazhdim. Po. Është i fatit. Laj pak duart? Sigurisht duhet edhe pak vaj në sipërfaqe. Pash tani nga produktet që do të bënim edhe sallatën ruse, apo jo? Po. Janë nga më të ndryshmet variantet, mënyrat se cila prej ambisave e sjell sallatën ruse, ne ai ku kemi përbërësit për ta përgatitur atë, dhe që nuk mungon në asnjë tryezë të tillë të festave të fundvitit. Dikush ton më shumë element, dikush i qëndron besnike klasikes të sallatës. Eksperimentojmë sepse çdo vit duhet të provojmë diçka ndryshe. E mira është që të qëndroj. Po, e lëm këtu më një. Edhe pse temperaturat nuk janë dhe fort të ngrohta, po megjithatë mund ta lëm afër sobës, furrës, ose sobës aty. Shikoj që tani fillon edhe do t'i bëj. Edhe duke pushuar, një brum i qetë që pushon, piqet më mirë, na jep një rezultat akoma dhe më të mirë. Të shpimin me pirun e ka të domosdoshme që në momentin që fryhet pak, por edhe pak për dekor, na çon i bërë edhe dekor të festiv, edhe dekor festiv. Të tillë sa të pushoj pak dhe direkt në furr. Do ta pjekim. Sipas mundësisë që do të ketë, edhe radhës që do të ketë furra, se furra e di se ç'po heq këto kohë. Unë e di shumë mirë që ju do të thoni dëgjoj, kulaçin e bëj me kos. Pra ka zona të ndara dhe mua shpeshherë më bjen për detyrë t'ja u sqaroj sepse e di që ju do shkruani. Pra ka zona dhe zona, që dikush e pranon kosin, dikush e bën kos qumësht, dikush i fut pak gjallë, por origjinali është vetëm ujë, sod, miell. S'kishim kos ne, thotë, për ta bërë. Për ta zënë. Atëherë, në furr, duke qëndruar pak, derisa të marrë dhe volum, merr edhe më pak volum, sepse soda, dhe jep atë shijen specifike të veçantë. Atëherë... Kalëm edhe pak dhe vazhdojmë me... Erëzat e tjera, unë i kam për përsheshin. Gjë që përsheshin nuk e bëj do tani, po, Niki, e vendosim që të kemi dhe kohën? Po, ndërkohë ne sjellim çfarë në tryezë? Unë sjell sallatën festive që asnjëherë nuk ndahet nga tavolina tona, që është sallata ruse. Gjithmonë. Produktet e sallatës i shohim tani së bashku. Si kemi zgjedhur ne ta përgatisim këtë vit, ju na keni ndjekur edhe në sezonet e shkuara, në festat e tjera. Pra, sallata ruse, na duhet
600 gram patate, 300 gram karota, 250 gram bizele, 2 vezë, 300 gram majonez, 60 gram kastravec turshi, 1 lugë çaj, uthull ose lëng limoni, krip, piper i bardhë dhe do ta dekorojmë sigurisht me koper ose qep të njom, të prer imët dhe me kokra shege, padyshim që japin dhe formojnë puzzle-in e ngjyrave të bukura festive të kësaj sallate. Atëherë, I kemi produkte. majonezën. Më duhet këtu. I kam perimet, pataten, karotën, bizelen. Ma një luk tjetër që të kem mundësinë e Edhe kjo ndërthurja e aromave që ndodh nga bashkimi I majonezës edhe I kastravecave turshi. Shoj pak piperin këtu, sikurse edhe kripën. Edhe kripën. Kam gjën që duhet gjëja më kryesore. Mua më duhen të vezët të jenë vezë të duhura, kur them vezë të duhura. O vital, pra. S'ka. Të janë të duhura. Nuk ka më. Pra, duhet që e verdha të jetë shumë kompakte dhe ne kuptojmë, ja shikon, ku kuptohet, do thoni ju, jam shumë e sigur që dëgjosh e zjerë. Por normal që është e zjerë dhe veza nuk do të hallakatet. Por dhe veza ka minutazhin e vet dhe minutat e veta se si ne e duam, nëse duam të zjerë, nëse e duam posher, nëse ne e duam skuqur, nëse ne e duam 1 minutë që t'jetë pak më shurbull, pra ka të ndryshmet. Dhe të gjitha këto. O vital, për këtë arsye, sugjerojmë që edhe vezët të konsumohen, sugjerojmë mjekët, sugjerojnë profesionistët e shëndetit, në mënyrë që të marrin vlerat e duhura të proteinave, të omega-3-shit dhe gjithçka tjetër që na ofron veza. O Vital na sjell 2-3 paketime, 2-3 variante, vezë të mëdha, vezë më të vogla, vezë paketime më familjare për familje më të vogla gjithashtu. E rëndësishme është që mënyra se si pulat ushqehen dhe rriten. O Vital ka zgjedhur si kompani prestigjioze që është, që pulat I nxjerrë në natyrë, të ushqehen, të shikojnë dritën e diellit në mënyrë që ajo të përqendrohet pastaj gjithçka të përqendrohet edhe tek veza që do të na japi. Pra e thon kështu shkurt dhe thjesht dhe shqip, është një nga mënyrat më të mira për të marrë të gjithë elementë nutrientët e duhur për shëndetin tonë. Dhe më shkurt, Nuk do ta përdori vetëm për sallatë, apo do ta konsumojmë ashtu profito siç thamë ne. Por unë di që patjetër tek qumshi për dhe tek vezat fillon jeta. Embrioni. Atëherë mua më pëlqen kur thon veza, vërtet, është forcon imunitetin e fëmijës dhe që kështu mua më duket vetë akoma e re. Shkurt dhe sakt duhet nisur mëngjesin me proteinë në rast të parë. Një ditë, një vezë në ditë. Po mbajmë një vezë në ditë. Kockave, vimive të kockave thot ik. Dhe jo vetëm. Jam po ha dhe këtë tjetër. Na mban të ngopur, jemi të ushqyer mirë. Kë duhet përzier tani me kujdes, ë? Po mirë dëgjoj. Sallatat më të preferuara. E haron për shkakun që këngëtari, gjithë këngëtarë që neve na japin atë kënaqësinë, pa një vezë, fytyrë nuk ka. Ja, dhe unë që jam gjirur pak më duhet një vezë kështu e pa zier. Po ungu I madhja e bra për vete. Po me të drejtën nuk e konsumoj. Ungu I madhja e bra për vete. Dua pak të zier. Tashmë ju më keni mësuar që unë jam pa doreza. Nuk më pëlqejnë as filtrat në biseda. Sepse kjo jam në jetën e përditshme. Urdhëro. Ja, e shtojmë dhe kastravecin turshi, si një probiotik natyral. E mirat mira dhe. Balancon goxha mirë këtu. Gjithçka, çfarë ka të bëj, duhet të qëndrojë çdo gatim ku kemi me para përgatitje, duhet të qëndrojë. Pra, kemi shtuar edhe një herë, pra, patate të zjera, bizele, karota, uthullën, vajin. Hop. Të dhe pakos piper më tepër. Dhe hop, I largoj. I përzijmë mirë. Mund t'japim me forma të ndryshme pastaj, që I kemi në dispozicion për t'i
bashkuar me recetat e tjera të dekoruara, themine. Të kuruara, sepse në të rrethana tona dihet që jo vetëm në festa, por edhe në përditshmërinë tonë, anvisat që gatuajnë shumë e kanë merak vetë kurimin e pjatës. Duheshe edhe koper, thamë, për këtë Ja, në fund fare, është koperi edhe shega. Më duhet të marrë ndjes një pjatë të sheshtë. Po, në të cilën do të vendosim formën. Fillimisht tek forma e tavës së kekit, në formë e vockën, për sasinë që ne kemi. Më pas, do ta përmbysim tek një pjatë e sheshtë. Po. Ja të marrë edhe një gotë me fronë, një gotë të zakonshme. Për mesin. Kaq pak përshesh dhe pulën edhe është mjaftueshëm. Ja, marrë dhe një të tillë. Dhe ta mbajmë mos lëvizi nga forma e duhur? Ja. Mjafton kjo gota mos. Pra duhet ngjeshur në qik mirë. Pra, po e bëj... Gërvishtjet. Po. E torës. Ska gjë të I s'keme një shenjë, kështu që e djegur i gërvishtur këto ditë. Sa të duash kam e kushta? Ja, dalë. Në oqa dorën që Ja. kisha. Ikin, shërohen. Po normalisht. A jemi zonja shtëpie. Me kohë të plot. Me s'koputur pun pa dukur. E mëse qa bërë ti, si kur qa janë këto. Po ja pra ato punët janë. Më ishte një kishte dalë, do qarkullon të një studim. Marrin pensione? Jo. Do vendosin në Evropë, në disa shtete, gjob burrave 500 euro për burrat që nuk i ndihmojnë gratë në punë të shtëpisë. Kështu që Po tani burrat e tanishëm edhe bebet mbajnë për atë punë, po. U lumt. Shëde, ja. E keni mirë? Si do t'japim pak nivelim? Një nivelim? Qeshin qunat. Mos keni frikë, nuk të vi ligji këtu. Nuk... Gjo, juve, s'ka gjë, ju mos u shqetësoni fare se ju atë gjitha bëni me dëshirë. Është tek mjalti. Në qash mosha ime e kupton. Aha, tha. Mbarua me sallatën për pjesën e ndërtimit të saj, sepse i duhet sigurisht edhe koper, edhe sheg, që të marri formën e duhur. Opa, të gjitha. Do ta lëm pak të qëndroj, të mpiksen pak produktet. Patjetër, derisa të presun. Dhe pas reklamave e spërkasim me fije koperi edhe me kokrat e shegës. Deri këtu po e lëm sallatën, rikthehemi shumë shpejt pas reklamave. Mirë se erdhët në pjesën e fundit të gatimit, do të mbarojmë me sallatën ruse, do doja fillimisht t'ja u lexoja produktet që përdorëm, ndërkohë Albana duke bërë gati koperin, këtu e lam tek pjesa e fundit e dekorit. Kemi marrë patate, karota, bizele, i kemi parazier fillimisht, më pas 2 vezë, ose 3, ne përdorëm në fakt 3, duam atë shijen e vezës në sallatën ruse. 300 gram majonez, 60 gram kastravec turshi, uthull një lugë çaji ose lëng limoni, krip, piper i bardh, dhe do të dekorojmë me koper ose qep të njoma, ne me koper zgjodhëm dhe me kokra shege. Mjafton një tufë për sasinë që ne kemi, një Qa tufë thumi 3 janë këtu, një peti, di bona kërëzit. Një ka shumë, baret nga tufas. Kemi lënë që të marri formën
e një tave të tillë dhe sigurisht nuk do t'i mungoj as dekori shtesë. Pra, përveç se shijes, ngjyrës, shega do t'i japi na jep atë dhe kuptimin simbolik të mbarësisë, të prosperitetit, të pjellorisë. Pra, i ka të gjitha këto element. Do të qëndronte edhe pak ndoshta, Po, ne nuk e për kemi shumë të ri, sallata ruse luksin qëndron në frigorifer dhe më pas ne përgatisim gatimet e tjera të tryezës. Ja, kështu. Dalmi se po zgjatem shumë edhe unë. Afrohe Se nuk pak është të tjetër. shquem për në gjatësi, ose për gjymtyrë të gjata. Shkurtra, po. Ja edhe pjesa tjetër, t'i vendosësh edhe shegët sipër. Ndërkohë, për çfarë kemi përgatitur pjesën e parë, pra edhe pulën të marinuar, edhe kulaçin, i kemi vendosur në furrë, vazhdojnë të piqen, ne nuk kemi mundësi që t'i tregojmë deri në fund programi, se edhe 5 minuta kemi kohë. Por që në këto 5 minuta s'mund të bëjmë magji me pjekjen, por do t'i shihni në rrjetet tona sociale të përfunduara, të pjekura, dhe po ashtu edhe në coveri, në foton kryesore në kanalin tonë në YouTube. Ndërsa sallatë ruse, po, e shohim edhe të përfunduar. Herët e tjera e kam sillur me panxar që jep atë ngjyrën kuqe, sepse faktikisht sallata ruse është e kuqe për nder të sheshit të kuq në Rusi. Unë e solla siç e bëjmë ne. Dhe shpejt. Sallata qëndron aty në mes të tryezës bashkë me antipastat e tjera kur ne të përgatisim për Krishtlindjen apo për e largojmë pak atë të lutem për vitin e ri. Çfarë do bëjmë tani? Fikë dhe për pastrimin e sipërfaqeve të kuzhinës. Unë flas për kuzhinën sepse kuzhina më intereson. Niki, të lutem më jep një deka se deka fare, hajde. E kam atë pastrimi është gjë kryesore në kuzhinë. Po të sjell Shtoj me shijen, me aromën e limonit apo të shegës? me limonin. Me limonin. Shtoj me lajm, ujë. limon, e shek. Mu të laj dhe të pastroj, t'i bëj xic edhe në ujë të ftohtë. Detergjentin, uthullën. Dim që uthulla ka aciditetin dhe pastron shumë më mirë. Nuk mora limonin, sepse limoni është gjithmonë kundër mikrobeve, prandaj zgjodha atë deka që ka vet limon, ujë të nxehtë, një përzierje të mirë dhe ulala. Direkt, sipërfaqe. Na duhet tani për festa. Po patjetër. Të shkëlqejnë banaku, soba, para dhe pas, edhe pas gatimeve. Ne ka largojmë pak nga detergjenti. Çdo lloj mikrobi. Niki, Ose vendosim ushqime, patjetër. qese mbi banak. Deri kur shkon krahu im. Dhe aty ku arrin, pastaj del nga ana tjetër. Po. Dhe deka na vjen me aromat ja. e forta të limonit, të lajmit, po ashtu edhe të shegës, më pëlqen ajo aroma e shegës dhe janë në variantet dhe në paketimet e vogla, por në paketimet e mëdhaja, varet nga numri i antarëve që kemi në familje dhe sasisë e enëve që bëjmë palar, por tani është koha e dur për të marrë seriozisht këtë proces, sepse me element të vogla në këto gatimet të mëdhaja që ka dhe më tepër ngarkesë nuk ja dalim dot. Shife tani se unë dua beso dhe kontrollo, urdhëro sipërfaqja. Dhe jo vetëm për në kuzhinë, po është për në të gjithë sipërfaqen, tek dyshemet, tek xhamat. Po. Dhe për të parë, vërtet nëse e kam bërë mirë ose jo, ose vizhga, ul syt poshtë dhe shoh që është do ulesh e poshtë fare. Ula njerëz. Ne do ta vazhdojmë procesin. Punë ka plot kuzhina, diet, kur ka njerëz që gatuan edhe me re në bëj pis, por gjithsesi mund të kalosh edhe këtë nga ana tjetër më pas.
sa të fiken dritat. Ne do të shkëputemi këtu, si që thash në kanalin tonë në YouTube, mos harroni të klikoni, të na bëni dhe subscribe. Do të shihemi pas fleshit informativ, në një bisedë ndryshe sot, jemi në fund vit, reflektojmë, bëjmë ato bilancet tona, por edhe ekspertët cilët kanë qenë prezent për gjatë gjithë vitit me këshillat e tyre mbi shëndetin, sot Altin Joka flasi për veten e tij, për pasionet e tij. Kështu që na ndiqni. Mirë se erdhët në Reze Dielli. Do të jemi në këtë bisedë me Altin Jokën. Fillimisht dua që ta përshëndes nga studio jonë dhe më pas të zhvillojmë një bisedë ndryshe me të. Përshëndetje Altin. Mirëmëngjesi, ju falenderoj. Mirëmëngjesi. Megjithëse duhet më kishit para përgatitur pak për këtë punën e bisedës, sepse se filluam që tani në publicitet të diskutoni. Jo, kam qenë i ngarkuar dhe i zënë dje dhe nuk kemi marrë vesh për temën, ndoshta dhe mendova se ishte një temë interesante. Do të sqaroj unë tani. Shiko çka kemi menduar, Altin. Për gjatë gjithë vitit na ke dhuruar mund të them, shumë këshilla, na ke këshilluar regjime ushqimore për tema shëndeti, për mënyrën se si të gjithë ne duhet kujdesemi për shëndetin ton. Po ja që vjen një moment, një fund viti, në cilin ne të gjithë heqem ato, dalim nga roli ynë, nga statusi, nga profesioni ynë, dhe duam të jemi ne me veten tonë. Pra, pa atë, ti sot je veshur dhe tamam si naturopat serios kur bën dhe konsulta, por ne duam të bëjmë një bisedë pak ndryshe sot me ty. Për ta njohur Altin Jokën për te profesionit të tij, për te atij njeriut që jep këshilla për shëndetin, për pasionet e tij, për librat, për atë që publiku nuk e njeh. Gjëra private thuaj më saktë. Duhet të ketë. Është më e vështirë. Ai sa na lejohet. Mirë, dakord. Flasim atëherë. Ndaj edhe nuk kemi zgjedhur sot të flasim për një temë shëndetësore. Do ishte më lehtë për një temë, por s'ka rëndësi, vazhdojmë, shpresoj të na dali për hajër. Shiko, njerëzit kanë kuriozitet të njohin një personazh që është shumë aktiv në rrjetet sociale, në media televizive, ta njohin edhe për te këtij petku. Çfarë e lodh, çfarë e qetëson, çfarë filozofi jetësore ndjek për shembull Altin Joka në një ekuilibër, si e mban ekuilibrin jetësor, si qëndron ai në këtë ekuilibrin mes një njeriu që duhet të di gjithçka dhe të konsultohet me diçka dhe një njeriu që ndoshta ka edhe ai problemet, hallet edhe pasionet e veta për tek këtij profesioni. Si thua, bjem dakord? Dakord. Jemi në fund të një viti të gjatë, besoj. Dhe të gjithë në fund të këtij viti bëjmë ato bilancet tona. Më thuaj, ma përshkruaj pak vitin tënd, Altin. Si ka qenë 2025 për ty? Për këtë duhet një ndalesë shumë e gjatë, faktikisht, që të përgjigjesh... Do bjem dakord që se kam shumë pyetje dhe do bjem dakord që të japim shkurt përgjigje. Dhe mendoj që në këtë çast që po më vjen mendimi, them që në radh parë ky vit më ka mësuar më shumë se ç'duhet, ose më ka mësuar disa gjëra, të cilët paktën e para që më ka mësuar ky vit është që nuk mjafton vetëm dija. Dija pa guxim për mendimin tim, sepse mund të studiosh edhe mund të lexosh pafund, të kërkosh, të mbledhësh prova shkencore, por nëse nuk ke guxim ti thuash gjërat ashtu siç i sheh, ashtu siç i ndjen dhe ashtu siç i kupton, atëherë për mendimin tim është një formë dobësie. E dyta, guximi do një intuit. Pas gjithë dijes duhet të kuptosh se kush info është e saktë. Kush është një info me probleme, sepse ne sot kemi informacione të cilët më shumë janë disinformuese se sa janë informuese, kemi përplasje, koncepte, studimesh, idesh, dhe patjetër që kjo është shumë kryesore. Dhe ky vit më ka mësuar që tjetër që e vërteta shpesh nuk duar trokitet. Madje nuk duar trokitet, po kritikohet, ndonjëherë ofendohet dhe diferencohet. Ky vit më ka mësuar dhe një gjë tjetër që media televizive janë me tarafe dhe me dëshirën dhe qefin e moderatorëve. Pra janë kthyer në sektore private. Nuk e kam tek ju, po e kam te media, se kam komunikuar me gjithë mediat edhe në Shqipëri dhe në Kosovë, dhe duhet të jesh lëpirës dhe përkëdhelës ti bësh sedrën këtyre moderatorëve, ti vish sipas fijes që të marrin në televizion, të krijosh tarafe me ta, madje ti ofrosh edhe diçka. Disa moderatorë madje të kërkojnë edhe gjëra për të futur në media. Edhe ku flet për shëndetin e popullatës. Po ka media nuk dua ti por nuk akuz kam plot, por nuk do t'i shpreh diku në një vend më të dytë se nuk ka vlen të merri me akuzën.
dhe në shpesh kam parë që nuk duan t'ja dinë thjesht për të vërtetën. Thjesht të shohin si një mbushje programi, thjesht një kohë për mbushur shikueshmërinë apo për like, dhe shpesh to mendja janë të ndikuar edhe nga sponsor që vën kushte për personat që flasin arsh për kundër produkteve. Dhe jo vetëm këtë vit mund të kem pas 6, 7 ose 8 intervista të cilët më janë anulluar. Më janë anulluar në Kosovë, në Shqipëri, pra më kanë thënë të dalësh sot, sa kam dalë, jam bërë gati, më kanë anulluar intervistën, sepse ndoshta kam goditur dikë apo një produkt caktuar. Gjithashtu kam mësuar që ti shpëtosh lodhjes emocionale kur punon me shëndetin e njerëzve është vërtet e lodhshme dhe ndonjëherë merr dhe zhgënjim. Çdo histori, çdo dhimbje që një dikush që lidhet me ty dhe komunikon të ndryshon pak nga brenda. Dhe unë kam kuptuar që kjo nuk është një lloj dobësie, por është një lloj përgjegjësie. Nga ana tjetër, gjithë mbylljen e këtij viti që u that, unë nuk e shikoj si një mbyllje, por si një kalim diku në kapitull të ri. Si një moment që unë e shikoj që nuk duhet të kem iluzione, duhet të jem edhe më i qartë, nuk duhet të pres dua trokitje, nuk kërkoj që të bind të gjithë njerëzit, por të ndihmoj ata që janë gati të më dëgjojnë. Sepse këtë kam kuptuar është e vështirë të bindësh njerëzit. Ata që të kuptojnë është kryesore me saj. Në aspekti tjetër, momente më të mira profesionale të vitit, mund të them në ana ime, është marrja e një shtesë të një diplome nga një institutet më prestigjioze në Suedi për ushqimin e aplikuar, fiziologjinë ushqimore dhe rishikimin kritik të literaturës botërore, në drejtim të ushqyerjes, që më kanë ngrënë njerëz zakonisht shkollë dhe mundim, më kanë kthyer edhe për një rresht të vogël ose një gabim shumë të vogël. Gjithashtu i kam shtuar vetes po ashtu edhe një diplom shtesë në fushën e naturopatista akredituar nga shoqata e prakticentëve ndërkombëtar holistik, IPMH, dhe po ashtu nga shoqata ndërkombëtare e mjekësisë komplementare. Dhe jam në kuadër 27 apo 28, 29 diploma dhe certifikimeve. Gjithashtu kam futur për herë të parë në troje shqiptare një produkt në emrin tim, disa produkte që ndoshta në gjithë trojet pra produkte të shëndetit në logon time, në emrin tim, duke vënë emrin tim në ballë të diçkaje ose në treg. Produkte mbështetëse për gjendje të ndryshme shëndetësore. Për shëndetësore, po. Dhe në logon time të prodhuara gjitha jashtë, të certifikuara në Angli edhe të marra, kam vite që punoj për të riformuluar formulat, janë formula bimore shumë të veçanta etj etj. Midis të tjerave, jam në përfundimin e një aplikacioni privat, i cili është një aplikacion për shëndetin, që do jetë i pari në troje shqiptare, në gjuhën shqipe, do jetë i pari në botë, ndoshta në gjuhën shqipe një lloj aplikacioni tjetër. Dhe gjithashtu edhe botimi i librit dytë, i cili më ka kënaqur shumë kur ka vazhduar përsëri etj etj. Pra, mund të them se këto janë sa gjëra dhe sa arritje që ja vlen që të bëjmë dhe një bisedë të tillë dhe publiku të njohë për te asaj që nuk sheh në kamera. Këtë fund viti e pres jo me premtime të mëdha, por me një vendim të qetë duke shikuar se si duhet vazhdoj, se e di që kjo rrugë nuk është e lehtë, por unë kam nisur që në fillim si në formën e një misioni dhe po e vazhdoj prapës. Nuk e mohojmë dhe besoj të gjithë bjem dakord që të kanë konsideruar si një person kontravers, të drejt për drejt, her pas here i ashpër kur bëhet fjalë për shëndetin, sigurisht që duke qenë shumë aktiv në rrjetet sociale, je përballur dhe me negativitetin e komenteve të ndryshme. Si i pret ti këto komente? Çfarë ndjesie ti japin? Si reagon ndaj tyre? Faktikisht komentet të tilla nuk më bëjnë që të jam indiferent, por ama as nuk më përcaktojnë se kush jam unë. Unë vërtet jam shumë emocional, jam njeri me shumë sedër, jam njeri me ndërgjegje shumë të lartë. Por edhe pse më kanë konsideruar kontraversi, drejt për drejt, ndonjëherë dhe të ashpër, unë, kur i lexoj këto komente, ndjenja e parë nuk është që duhet të marr inat, po të reflektoj. Dhe pyes gjithmonë veten midis dy gjërave. Apo them të vërtetën, apo këto janë provokime. Nëse përgjigja është e para, që unë po them të vërtetën, dhe jam brenda asaj të vërtetës që mendoj dhe i besoj fort dhe kam të konsoliduar, më duket se jam në rrugë të mirë. Në rrjetet sociale faktikisht vetëm në Shqipëri ndodh një gjë e tillë, janë në një nivele ekstreme të negativitetit. Një pasiguri, një frikë, një nevojë për të sulmuar, një dëshirë e madhe, dashuri për të sulmuar tjetrin. Kjo tregon që ne kemi një kulturë shumë të ulët, kemi egoizëm shumë të lartë dhe kemi një normë jashtëzakonisht komunikimi dobët. Nga ana tjetër, kur je drejt për drejt, sidomos kur flet për shëndetin, ushqimin, njerëzit duhet të kujtojnë pra ti vërtet të je komod kujtohet, por e vërteta ndonjëherë nuk është e butë. Dhe kryesorja është ti mos jesh i padrejtë. Sigurisht ka ditë që edhe ti lufton shumë, lodhesh, mundohesh të luftosh keq informimin, cinizmin e të tjera,
por nga ana tjetër, unë nuk jam këtu, e kam pasur që në fillim, nuk jam këtu për të pëlqyer të gjithëve. Jam këtu për të pëlqyer i drejtë dhe i ashpër, sepse jam i ashpër se sot ne po përballemi me një sistem gënjeshtrash që lëndon minimalisht 45 milion njerëz me vdekjen e tyre çdo vit në botë. Është vrasja më e madhe masive nëpërmjet ushqimit dhe problemeve tjera që na kanë gënjur, na i desinformojnë e tjerë. Negativiteti nga ana tjetër i rrjeteve sociale duke qenë shumë i zhurmër, tek mua ndikon në një farë mënyrën e heshtje. Në fund të fundit më qetëson një mendim. Më mirë të jesh i sinqert dhe të krijosh reagime, sesa të jesh i butë, të mos ndryshosh asgjë, të bësh qefin të gjithëve dhe mos jesh vetvetja. Unë kam zgjedhur pjesën tjetër ta do risjet më dha ka marr nga të gjitha drejtimet. Për te gjithçkaje, mund të them me bindje të plot, duke edhe të njohur për edhe publiku që është i vëmendshëm edhe simatar në përzgjedhjen e këshillave apo të asaj nuhatjes të frikshme që kanë sot shumë njerëz, mund të quhesh si një nga individët, nga personat e vetëm që ke sjell një revolucion Altin. Një revolucion në qasjen e gjithë secilit prej nesh ndaj shëndetit, ndaj mirëqenies. Pra, na ke ndërgjegjësuar në mënyrën se si ne duhet të ushqehemi, duhet të jetojmë dhe duhet të kujdesemi për veten tonë. Kështu që edhe në emër të atyre që të ndjekin, ne të falenderojmë. Për këtë që ti e bën me shumë pasion, e bën si një lloj misioni në radhë të parë. Për te gjithçkaje. Gjithsesi, çfarë do të kishe hequr dorë nga ky vit që mund të jepte më shumë qetësi? A ka diçka që për cilën ti do hiqe dorë? Do hiqja dorë nga nevoja për të shpjeguar pafund. Nga përpjekja për të bindur atë që nuk është gati të dëgjoj. Dhe kjo për mua ka qenë një nga burimet më të mëdha të harxhimit të kohës, energjive dhe lodhjes mendore. Nuk është fitim energjie, pra qetësia nuk vjen kur ti do të fitosh një debat. Por ti kur zgjedh me kujdes betejat, dhe unë betejat e mia i kam zgjedhur dhe nuk i kam me njerëzit dhe me individët. Kam hequr dorë nga reagimet e menjëhershme ndaj sulmeve që mund të bërë. Sepse kjo nuk më prek, por jo çdo fjalë që dikush merr mund të jetë ose meriton t'i kthesh përgjigje. Heshtja në disa raste mund të jetë një vendmbrojtja më e madhe dhe nuk është dobësi, mos e shikojmë si dobësi. Megjithatë unë të gjithë me përgjithësi i përgjigjem, por e kam rralluar jashtëzakonisht shumë. Në këtë vit duhet patjetër që të jem pak më i qartë, të kem aftësinë për të dalluar ajo që është më e rëndësishme nga ajo që është në zhurmë. Dua që të marr nga viti tjetër këmbguljen, sepse rruga që kam zgjedhur nuk është e lehtë, por është e ndershme. Dua të marr ndershmërinë profesionale edhe ku nuk është e pëlqyeshme, sepse shëndeti nuk ka nevojë as për marketing, por për të vërteta. Është shumë e rëndësishme ajo që dua të lë pas apo atë që dua të jap. Dua të lë pas fajin kur nuk kam mundësi të ndihmoj të gjithë njerëzit. Kur shumë njerëz kanë pritshmëri dhe kur puna ndoshta nuk shpërblet më njëherë. Dua të lë pas një përvojë nga njerëzit që nuk ndajnë të njëjtat vlera, edhe megjithatë unë përsëri kam quajtur miq. Nuk dua të marr premtime sepse kalimi i një vit nuk është premtim për mua, por në fundit janë disa vendime që duhet të jem më i qetë në mënyrën se si i përballoj gjërat, të kem pak më shumë peshë dhe të ulë edhe pak pesha të panevojshme në disa drejtime, sepse në fundit rritje vërtet nuk është të shtosh gjithmonë diçka të re, por të dish saktësisht se çfarë ose kur duhet të heqish dorë nga diçka. Dhe unë mendoj që akoma nuk jam gati të heq dorë nga diçka, pa çka sepse kam një ngarkesë. Ndoshta nga njerëzit, disa ata që më njohin, janë të çuditur. Unë kam një ngarkesë rreth 19 deri në 20 orësh në ditë. Kam ditë të tëra që nuk dal as nga zyra, nga shtëpia me ditë as në balkon për arsye të komunikimit me njerëzit, në ndihmë të tyre, në shkrime, në lexime që duhet bëj etj. Po ne duam të dim, ndoshta nga këtu duhet ta fillojmë se kush është Altini kur nuk është nutricionist apo kur nuk është naturopat dhe kur nuk këshillon askënd. Pra, jashtë asaj zyrës që po thua që të mban të mbërthyer për orë të tëra, kush është Altini kur, ose si është jesh ai njeriu që duhet të di gjithçka, edhe duhet të këshilloj për gjithçka. Ose cila është pjesë e karakterit tënd që nuk duket në kamera?
Jam dikush që do të rimbushet njëri thjesht, kur nuk ka nevojë të provoj asgjë, kur nuk pres mendime në një moment caktuar, kur nuk kërkoj përgjigje dhe shpesh atje unë gjej veten time. Jam person që reflektoj jashtëzakonisht shumë, që mendoj shumë thellë, ndonjëherë edhe më shumë se ç'duhet, që sheh lidhje edhe atje ku të tjerët shohin raste të shkëputura. Gjithashtu përpiqem që të zbusë dhe të mbaj në ekuilibër shumë situata të tjera dhe jashtë jetës time të punës, apo të asaj që unë bëj, të vlerësoj shumë thjeshtësinë, sidomos bisedat parol, të qeshura pa arsye, momente të shpenguara, më pëlqejnë momentet e shpenguara të pa llogaritura, jo të një lloj monotonie, pra mos ketë shtërim ose shterim në drejtim. Ndonjëherë mund të jem edhe i lodhur edhe nga puna, nga pesha emocionale që sjell sidomos puna me njerëz, shpresa, zhgënjimi, dhimbjet e tjera, por në ana tjetër unë kam pasion shumë udhëtimin, sidomos në natyrë. Më pëlqen shumë të shoh sidomos filmat e vjetër shqiptar. I shoh na 20 herë, 30 herë, mund të kem parë 500 herë një film, 600 herë, nuk e di sa, po i shikoj gjithmonë, edhe filmat e vjetër të huaj, sepse unë jam person që shumë e rëndësishme tek mua që unë jam shumë i lidhur me të vjetrën. Me rënjët, me të vjetrën, jo shpesh me të rënë dhe me modernën. Nuk më ka pëlqyer shumë modernja dhe kjo jetë paktën që jemi të organizuara. Jam një person që mos këshilloj shpesh njerëzit kur jam veç, dhe kryesorja është që kujdesem shumë që mos u mbas veten. Është shumë e rëndësishme kjo për njerëzit, sepse vetëm kështu një njeri mund të kthehet përsërisht aty ku ishte. Me mendje më të pastër, më i qetë, edhe me qëllim më të drejtë. Në raportin që ke me librin, ndërsa atë që thua, në atë që më the për lodhës të qeni gjithmonë që të thonë personi që duhet të di gjithçka, e të këshilloj për gjithçka. Kjo në faktikisht nuk është privilegj, nuk është një gjë e madhe, nuk është një gjë e bukur. Jo, atë los të qenë gjithmonë ai person. Po është një lloj bare që ti e mban kur e shikon, sepse njerëzit nuk shohin vetëm dijen që ndan, po presin sigurinë të ty, presin qartësi, presin përgjigje. Dhe ku ti dhe je edhe vetë duke kërkuar disa nga to. Dhe ka ditë ku këto pritshmëri nuk bëhen si të çuditshme. Ka njerëz që të rekomandon dikush tjetri sepse ti je përmirësuar shumë në shëndetin tënd dhe ka rekomanduar dikë tjetër. Dhe ai pret nga ty një shkop magjik. Sigur ti ke shkop magjik dhe kjo të lodh fizikisht ndoshta edhe mendërisht dhe ka momente që unë doja të mos më pyesnin fare, jo nga mungesa asaj që unë dua të sqaroj, por nga nevoja që nuk dua të mbaj peshën dhe dyshimin, frikën për të arritur në zhgënjim tek tjetri. Nga ana tjetër mund të them pra kjo është ajo që të krijon dhe lodhja ndonjëherë. Ndonjëherë thua jam dhe i pasigurt etj, por nuk kam unë kam përballuar temat, mund të them se kam përballuar të gjithë dhe më shumë nga përballimi kam arritur që të mësoj. Dhe kur shikoj që mësoj, shikoj që pesha fillon dhe lehtësohet. Ka ditë që të rritem pak, ka ditë që jo, plas më shumë, hesht më shumë. Në fund të fundit ne jemi njerëz patjetër, jemi të ndryshëm. Dhe në këtë drejtim pritshmëritë të qenit gjithmonë i fortë ndonjëherë edhe më ka lodhur. Dhe kam mësuar që këto pritshmëri mund të vinë për pak kohë edhe mund të rinë edhe në pauzë, si një muzikë që dizet dhe piket. Sepse faktikisht edhe ai që di ka nevojë ndonjëherë të mos di për të mbetur i vërtet. Shumë e bukur kjo, për të mbetur i vërtet. Tek leximi, se përveç se materialeve, librave të fushës profesionit që ti mbulon, sigurisht që ka dhe libra të tjerë që ty ndoshta edhe të kanë ndryshuar mënyrën se si ti mendon për jetën edhe për gjithçka tjetër. Ka një libër që të ka ndryshuar jetën? Cili është ai? Unë faktikisht lexoj rreth 1600 deri në 2200, ndoshta 2500 orë në muaj. Ke bërë një llogari me orë në muaj? Po, jam shumë i saktë, unë jam metodik, i kam të ndara gjërat, kam një skem shumë të organizuar, një menaxhim, jam munduar të drejtim, ja kam pasur historikisht një të tillë. Dhe librat që lexoj, aktualisht kam marrë shumë literatura të mira për problemet e kancerit, me që po bëj një libër për kancerin, edhe kam marrë nga literaturat më të mira. Po, për te fushës të profesionit. Për te fushës që po lexoj, mund të them që janë të ndryshme në disa drejtime. Unë nuk kërkoj një libër i cili të më japi zgjidhje. Zakonisht kërkoj të lexoj diçka që të japi diçka një lloj pasqyrimi. Jo të më mësoj çfarë të bëj, jo të më drejtoj, po të më ndihmoj të kuptoj pse jam ashtu siç jam dhe të lexoj libra për njeriu, më saktë për personin nga brenda personin, për vetmin, për frikën, për dinjitetin, për heshtjen, për virtytet.
jo libra që e zbukurojnë shumë realitetin dhe jetën. Këto nuk më para në pëlqen. Për shembull, The Comfort Book, që është një shpjegim shumë është një libër i cili ka dalë kohët e fundit, është një libër shumë shplodhës dhe emocional. Është një libër për një person që është i ngarkuar, i lodhur në jetë, i mërzitur, nuk ka fuqi mendore, edhe pse është një libër që ka diku 270 faqe. Shumicën e faqeve ka vetëm disa fjali, paragrafe, nuk ka një strukturë të ndërtuar, por në fundit është një koleksion copshash të vogla, qetësie, reflektime personale, mendime filozofike, fragmente shprese, fjali që nuk të mësojnë, por të mbajnë. Pra nuk ka strukturë në këtë libër. Pra kjo është ideal për punë e stresit. Pra si dhe të libri midis ankthit, lodhjes mendore, presionit të jetës, butësit në i vetes, ideja se jeta nuk ka nevojë që të jetë gjithmonë produktive. Në këtë qasin, këtë lidhjet, edhe është e lidhur dhe me problemin tim. Pra, një pjesë flet për mbijetesën e ditës, për arritjet e mjaftueshme, një tjetër flet që ti nuk duhet të kesh armiq, për ndjenjën tënde, për sinjalet që duhet marrësh, për qetësinë si duhet kontrolluar. Pra nuk më pëlqejnë librat ku kanë bindje, ku kanë shtyrje, po janë librat ata që më qetësojnë. Kjo është një libër që më ka pëlqyer. Një libër tjetër, nëse më lejon, një libër që më ka bërë shumë përshtypje, është Njeriu në kërkim të kuptimit. Është një libër që vërtet duhet lexuar dhe nuk jo sepse është i lehtë për të lexuar, po sepse edhe pse është i vjetër në kohën e nazizmit, tregon një realitet brutal të sinqeritetit të një personi edhe personit brenda tyre. Kur njeriu mund të humb, ka menduar se ka humbur gjithçka, atëherë duhet gjejë pikërisht, duhet përqendrohet pikërisht tek ajo që përjeton për të kaluar këtë fazë dhe për të rindërtuar veten e tij. Dhe kjo më ka ndjekur në jetë. Një libër që më ka lënë shumë përshtypje më parë pastaj, ka qenë libri Plaku dhe deti. E kam rilexuar shumë herë për arsye të qëndrueshmërisë së heshtur të personit, për një betejë që bën që është jashtë çdo personi dhe çdo gjëje, pra nuk po e bën betejë me veten e tij, nuk e qell askush. Pra shumë i pastër, shumë i thjeshtë, i pandikuar. Dhe kjo betejë është formëzuar nga jeta e tij. Nga ana tjetër më kanë pëlqyer shumë edhe i lexoj shumë eset e Albert Camus, sepse më japin një shpresë të lehtë që flasin për dinjitetin njerëzor, duke përballur me nivele të larta të absurdeve. Libri që më ka pëlqyer shumë është një libri Ai del Karnit, Mos u trishto. Është një libër që unë ja rekomandoj gjithëve, një udhëzues praktik shpirtëror për gjetur paqe, shpresë, dashuri, një qëllim të jetës për të pranuar fatin midis besimit dhe përmbajtjes në thelb. Të jetosh të tashmen dhe jo të mbetesh pikërisht tek e kaluara apo e ardhmja. Qartë, me siguri lista shumë e gjatë e sugjerimeve. Po, është edhe në vogëli ka qenë dhe Pinoku në Afrikë, sepse më ka mësuar një gjë shumë elementare. Kur personi edhe pse është naiv, siç ishte Pinoku, është i futur në një botë shumë të ashpër, në një botë kur gënjeshtra mbizotron, padrejësia është pika e parë e çdo gjëje, kur mashtrimi është ato që po jetojmë sot. Mashtrimi është thelbi kryesor i jetës sonë. Dhe pikërisht, edhe pse ai Pinoku kujtonte se i rrite hunda nëpërmjet gënjeshtrës, nuk ishte gënjeshtra që i rriste hundën, por indiferenca dhe njerëzit e këqij, ai kalonte në rrugtimin e vet midis urisë, sëmundjes, shfryzimit, dhe në këtë rast kjo më ka bërë që edhe pse ishte person pra kukull, po themi këtë rast, më ka dhënë shumë ndjesi nga brenda. Edhe të ka dhënë ka dhe libra të tjerë, po do të them. Jo, është lista e gjatë, po se më duhet të nxitoj se kam shumë pyetje të tjera për t'i zbuluar dhe janë shumë të rëndësishme. Një pasion tjetër i yti që publiku nuk e njeh është edhe instrumenti i fyellit. Një instrument shumë shpirtëror, shumë i vjetër, dhe ti duhet ta kesh diku aty vërdall, se e kemi parë edhe në live-et e tjera. E kam gjithmonë këtu. E ke aty. E kam gjithmonë këtu. Si e ke mësuar dhe çfarë ndjesie ti jep? Pse të pëlqen? Kjo faktikisht nuk është fyell, po kjo është quhet flauti amerikan i vjetër dhe është në drurin është bërë në drurin e gështenjës të Kendrit bëjnë këto. Unë e kam marrë në Amerikë, sepse nuk ka në vend tjetër. E mban thjesht për dekor apo i bie të pëlqen e përdor në momente të caktuara? Do t'ju shpjegoj këtë gjë. Në këtë rast fyelli ka ardhur në jetën time, mund të themi, në një mënyrë shumë të natyrshme. Si një instrument jo për të mësuar, dhe unë nuk e kam mësuar as në shkollë, as në libra, as nga notat muzikore, po e kam më saktë e kam dëgjuar dhe në momente stresi dhe lodhje nga puna e ditës, në fund të ditës kur dëgjoja
këtë lloj fyelli, pra këtë flautin amerikan, po themi, se ky është shumë i kushtueshëm se një fyll, do një kohë procesi për të ndërtuar, për të krijuar në mënyrë artizanale dhe ka një kosto shumë të lartë. Fillon nga $500-600 deri në $2-3.000 një. Çfarë materiali është? Kjo është me dru qershie dhe kedrit përzier, më duket, ose dru qershie vetëm. Ka dhe me dru kedri, ka dhe me dru are. Sepse ndryshon tingulli nga materiali. Po, ndryshon tingulli dhe mund të themi se kur e dëgjoja kjo filloi të më qetësonte dhe më joshi. Dhe pastaj e porosita në Amerikë duke provuar, gaboja, përsërisja, i bija, mësoja tjetër, por fylli çfarë më ka mësuar, ose pse kam qef. Fylli nuk duron shtirje. Nëse je ti i tensionuar, ai nuk tingëllon, nuk mund t'i biesh dot. Nëse je i përqendruar nga mendimet dhe nga gjërat, ai nuk të bindet që të bëj. Në qoftë se ti nuk je i qetë, nuk je i pranishëm, nuk je i lidhur me frymën tënde, dhe për këtë më ka tërhequr shumë, sepse më ka mësuar një gjë që pak gjëra e bën sot, të ndalosh ose të ndaloj dhe të jesh vetvetja, po themi, por edhe të shpresh atë që ke brenda. Njerëzit tënë përgjithësi nuk e nxjerrin. Palosin më këtu anën negative. Dhe pikërisht flauti ose ky fylli amerikan, flauti amerikan, ma ka dhënë këtë. Është ndjesia që është shumë e thellë, është si një dialog me veten kur unë i bie. Mund të themi që fryma që fut në fyll del në formën e zërit. Por ai zë nuk është thjesht tingull, është një gjendje emocionale. Në njëherë deli butë, në njëherë deli ashpër, në një ditë është melankolik dhe asnjëherë nuk është i njëjtë. Ashtu si njeriu që nuk është i njëjtë, ashtu është dhe fylli. Dhe e dyta kur luaj, nuk di, unë perceptoj ose ndije sikur po lidhem me diçka shumë të vjetër se vetja, me një kujtesë kolektive dhe historike, me mallin për barin, për qetësim, për natyrën, për vetmin, për të parët tanë, dhe kjo më gëzon, sepse si thash mua më pëlqejnë më shumë gjërat e vjetra dhe jo gjërat e shtirura. Po këtë e lidh edhe me pasionin tjetër, polifonin. Përpara se të flasim për polifonin, unë të doja që ta prezantoja publikun, edhe ndoshta do të surprizoheshin të gjithë tani kur të dëgjojnë Altin Jokën të këndoj polifoni. Mall për Gjirokastrën. Kemi një audio të Altinit. Kemë marrë një këngë që kam bërë vetë. Kemi një këngë, ja dëgjohe pak veten, dëgjohe sa bukur që është, edhe publiku. E kemi mbuluar dhe me pamje nga Gjirokastra, nga origjina jote. Që më vjen mal për Gjirokastrën, që më vjen mal moj, që më vjen mal veç, më vjen mal për Gjirokastrën. Për pazar moj dhe bashte në palor të ne as mujurat për pazar moj dhe bashte në palor të ne as mujurat Dunavate manalat la gjensfake la gjenë plakë Dunavate manalat Altin Joka si asnjëherë tjetër, një polifonist, po e shijoj, ishe edhe në plan, të ndiqnim. Tani si ka mundësi si i ke bërë gjitha zërat ti? Janë 4 zëra aty bashkë, apo jo? Je ti me 4 zërat e tu? Po. Vetja është zëri i muzikë faktikisht i përshirë. E kam shizuar thjesht në kompjuter dhe kam lidhur, nuk është bërë në studio profesionale. Imagjino në studio profesionale pastaj. Jo, nuk është bërë studio, është bërë në kompjuter, laptop, me një mikrofon që kam marrë. Na ke surprizuar, po të them. Ty ta kam sjellë shumë kohë më parë, sepse kur më pyete një herë, mund ta kam sjellë. Çfarë pasionesh të tjera ke pikërisht? Prandaj e kam mbajtur këtë audio. Po shiko, të flas për të. Në jetë ne kemi shumë pasione që në fëmijëri, që disa na marrin rrugë dhe na formëzojmë se kush do jemi në të ardhmen. Disa humbin dhe treten, por disa mbeten brenda nesh dhe duan kohën e tyre që të shpërthejnë ndoshta. Kënga polifonike ndoshta është ajo që unë, edhe pse unë kam lindur në Tiranë, nuk kam lindur në Gjirokastër ose ku mendon dikush, kam lindur dhe kam jetuar në Tiranë, babajnë e kam pasur nga Libohova dhe nënën Gjirokastrite, gjyshi nga anë e mamas, i cili merrte pjesë edhe me grupet artistike, ku shkoja, e shikoja me fustanet gjithmonë një foto në ato shtëpitë e vjetra Gjirokastrite, mblidhej me burra, këndonte,
në ato radhët e tallonave që prisnin mishin, vajgurin e të tjera që blidheshim dhe ne dëgjonim. Dhe ndoshta kjo është pasioni, ndoshta dhe dashuria më e hershme dhe më e gjatë që tek mua ka vazhduar përsëri. Sepse unë gjithmonë kam kënduar në makinë, në shtëpi, në çdo kohë, vetëm. Dhe kënga polifonike më shumë më prek sepse nuk është thjesht muzikë. Është një kujtesë e gjallë. Ajo është një histori që nuk është shkruar në libra, por është e mbajtur në një zë. Brenda saj ka dhe dhimbje që nuk ankohet, ka krenari që nuk shfaqet, as me fjalë të mëdha, dhe pse mund të rënkojë një moment, ajo ka ekzistuar. Mund të them që kjo lloj muzike nuk kërkon të pëlqejë, sepse as nuk zbukurohet, as nuk fshihet. Ajo del ashtu siç është, e pastër dhe ashpër njëkohësisht. Dhe ndoshta për këtë më prek kaq shumë, sepse flet të njëjtë gjuhë që flet edhe trupi kur vuan. Por edhe kur nuk dorëzohet, flet në gjuhën e të vërtetës, për mendimin tim. Dhe siç të thash, mua s'm pëlqejnë këto filtra, zbukurimet, ngjyrat false dhe jeta moderne ku jetojmë shumë e vështirë. Në këngë polifonike zërat nuk konkurrojnë me njëra tjetrën siç bëjmë me njerëz. Ato e mbajnë njëri tjetrin. Marsi, Hellsi, Kthysi, Isoja, ka secili rolin e vet, kur një zë lodhet dhe bie, të tjerët e mbajnë të shtrënguar, që kënga të dalin në fund fare mirë. Dhe kjo është një ishe bërë në një formë të sistematike dhe shumë perfekte të gjitha zërat në ato. Duhet të bësh ndoshta një CD në të ardhmen me të gjitha këngët polifonike. Ndoshta unë s'jam profesionist, të kuptoni, unë jam një amator që na dëshira e madhe. Për mua kënga është terapi. Pra është një lloj terapie që më qetëson, jo sipërfaqësisht, por që nxjerr jashtë atë që unë kam mbajtur brenda. Dhe kur dëgjoj apo dhe këndoj, ndjej që dikush po flet për gjëra, për shumë bura, për shumë histori, të cilët nuk i kanë thënë gjërat nëpërmjet shprehjeve dhe mendimeve tyre, po i kanë thënë nëpërmjet këngës. Ndjesën e malli që kanë, dinjitetin, qëndrimin e tyre. Edhe kjo muzikë ka një lloj dhimbje, por nuk është një dhimbje dobët, është një dhimbje që të çon drejt krenarie, dhimbje krenarie. Dhe kjo më bën ta ndjej edhe më shumë më afër se unë besoj që shëndeti, forca dhe shërimi vijnë nuk vijnë duke e mohuar dhimbjen, por duke pranuar dhe duke kaluar me nder. Përtej kësaj më lidh edhe me rënjët e mia, më kthen në trup. Dhe në një botë ku gjithçka është bërë e shpejtë, e zhumshme, sipërfaqësore, kur kjo muzika mund të them që është një frymë e thellë, e ngadalt, e rëndë, po për mua është jetike. Pra është një lloj terapie, sepse ndonjëherë shpirti nuk ka nevojë për shpjegim, ka nevojë për një zë që të shprehet. Dhe në këtë moment unë shprehem kur atë. Sa e bukur, se duhet kohë edhe gjatë ndalesh dhe të flasësh për gjitha pasione. Ne do të shkruajmë vetëm për pak publicitet dhe kemi edhe një pyetje të fundit, po jo më pak të rëndësishme. Rikthehemi. Rikthehemi me Altin Jokën në minutat e fundit. Një tjetër çështje që doja të prekja Altin është dhe besimi në Zot. Prej sa vitesh beson në Zot? Kam shumë vite, por besimi në Zot në jetën time të përditshme nuk është një ritual i zhumshëm që duhet të duket apo si një lloj shfaqje. Është boshti ndoshta jetës sime. Se më ka mësuar shumë për urtësi, më ka mësuar të mos ngatroj dijen me gjithë pushtetin dhe të kuptoj jashtëzakonisht shumë. Besimi në Zot për mua ndoshta është gjëja edhe më e rëndësishme. Mos harrojmë që unë vi nga një familje ateiste e fortë dhe kam shar shumë njerëz besimtar dhe në fund fare pastaj jam bërë besimtar. Më janë dashur 120-130 libra të lexuar, kam takime me imam dhe hoxhallar të ndryshëm që nga Bilali dhe Elvis Naçi, që ka qenë një nga promotorët kryesor, Luli Medreser, Bilal Teqja e të tjerë, duke u takuar shpesh dhe në fund fare e kam pranuar pastaj që të jem Zot. Pra është nga shenjat ose është nga elementet kryesorë të jetës sime, edhe besimi më ndihmon edhe në punën time, më kujton që duhet të shëbej duke mos luaj me njerëzit dhe me jetën e tjetrit, gjithashtu të shikoj edhe brenda edhe mos dal jashtë kufive saj, por më bën që të kem edhe më shumë frikë nga i mashtrimi, nga gënjeshtra, nga përgjegjësia e fjalës dhe ajo që kam dhënë. Për ta përmbyllur mesazhin ton, cili do të ishte mesazhi yt për këtë fundvit për njerëzit, jo si një naturopat, por si një njeri? Atëre, unë mendoj, gjithmonë e kam thënë këtë dhe e them prap, mos e trajtoni jetën si një garë, sepse ajo është një udhëtim i gjatë. Ditët ecin shpejt, disa ecin ngadalë, disa nuk ecin. Ti nuk mundesh dot të mendosh që je mbrapa. Nuk mund të jesh i dështuar duke menduar që nuk po ec me ritmin e tjetrit, sepse secili ka kohën e vet dhe rrugën e vet. Dhe po ashtu duhet që të ecim qartësisht dhe jo paqartësisht.
Kujdesi nga vetes në ana tjetër është një luks dhe jo një egoizëm. Është një përgjegjësi ndaj vetes dhe para Zotit. Kujdesuni për veten jo sepse e shikoni nga frika, por shikoni veten si diçka të çmuar në çdo moshë që keni. Mos e trajtoni trupin dhe sëmundjen tuaj si një armik që duhet ta disiplinoni, por shikojini si një shtëpi ku shpirti kërkon edhe paqen. Mos injoroni dhimbjen edhe mos e quani dobësi. Nga ana tjetër, mendoni diçka ose në gjendrat më të mira që mund të themi, ju nuk keni për të bler kurrë. Frymarrjen, ecjen në natyrë, bisedën e sinqertë, mëngjesin e qetë, shikoni dhe besoni tek Zoti më tepër. Dhe kryesorja, kërko dituri, lexo mëso më shumë, sillu me edukat dhe respekto qeniet, kafshët dhe njerëzit më të mëdhenj se vetja, respekto dhe përullu Zotit tënd, respekto gjithashtu nënën dhe babain tënd dhe që të duan më shumë se çdo kusht tjetër, duaj motrën dhe vëllain dhe mos u nda për ca metra pronë, duaj fëmijën tënd dhe i më shumë me familjen tënde, duaj botën dhe ata që na kanë lënë pararësit tanë. Dhe në fund, diçka si shenjë që të kuptohet se edhe ti je pjesë e kësaj bote ta lësh në fund të kësaj jete. Faleminderit shumë, Altin. Një tjetër Altin, ndryshe nga erët e tjera që lidhim me shëndetin dhe me mirëqenien tonë, të uroj një fund vit të bukur për ty dhe familjen tënde. Faleminderit shumë. Do të shkemi vitin tjetër me këshilla për shëndetin. Shpresojmë, inshallah. Me shpresë Zotit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ne përshëndetemi së bashku, do të takohemi nesër me Reze Dielli në ditën e Krishtlindjes. Kalofshi bukur.